për shembull, duhet kesh për fasonerin, duhet kesh për biznesin e vogël, duhet kesh për biznesin e mesëm, duhet kesh për energjinë, duhet kesh për naftën, duhet kesh për ata u futën për negociuar dhe me studentët dhe këtë frikë kishin se do ta mëtonin. Studentët nuk përfaqësojnë popullin studentëve. Jo, kur u futën në 2018 ne kanë fjalën që edhe studentët nuk negociuan. Kam qenë vetë ja e protestë. Ju e di, unë jam çdo protestë, unë ati grupit studentëve u kam thënë, po i keni pika, ata ke ministri, jepja edhe diskutoni me ministrin. Jo, tha, që jom, po qa pika shenë atë s'dishin qa pika shkishin. Aja protestë unë nisë nga Erion Velia më bu. Jetojmë tu, gjonat janë të dukshme. Po për këtë, keni një emër për këtë, kush është ai në Shqipëri që është pas? Pas kujt? Kësaj proteste tani. Europa u thash, Europa në Shqipëri, mes protestës dhe Europës. Po Sorosi më bu. Sorosi. Dëgjom, Sorosi është një organizatë e cila ka dhe rrymat brenda vetes, patjetër që ka dhe rrymat brenda vetes. Kur them që politikën e ka kap Sorosi dhe të gjithë shoqërinë shqiptare ka kap Sorosi. Ke 380, vetëm shoqata ke 380 pa llogarit parti politike që janë 100 sa. E tjera, universitete dhe që shqiptar. Sepse aty për shembull nuk... Shqipëria, këta thonë Shqipëria diktaturë, këta thonë Shqipëria po vjedhët dhe unë jam plotësisht dakord me gjitha. Po si nuk dëgjoj një thirrje që të thotë emigrante, o vlla, na ka pushty ky, po na vjedh tokën, hajde ktheuni në shtëpi tuaj. Keni gjuna në thirrje të tillë? Jo. Po mirë, hyrja me dhunë e zënë institucione, do ta zgjidhte këtë? Kjo revoltë. Po nuk hyj me dhunë institucion. Po çfarë nuk kuptoni me revoltë atëre qytetare? Revolta ka përplasje. Në momentin kur acarohen situatat dhe ti përplasësh me forcat e rendit, me këtë, me atë, ai është detyruar nesër do ulet me ty se je popull. Populli ka gjithmonë të drejtë. Populli edhe mund ta djegë atë godinë. Dhe ti nuk i thua do të gjysë fjallë. Keni dëgjuar t'i dali dikush kundër protestës? Absolutisht, as i ambasada, as i gjasë. Pse? Se është popull. Momentin që del partis po i thonë. Po jo popullit. Për ne në gjithë, unë bëj një pyetje. Nëse do t'i dëgjosh ti që sot janë ngejt në protest në Francë, në Itali, në Greqi, janë ngejt sot protest. Gjëja parë që pyet thotë po çfarë ngrej? Dhe do të dëgjoj që janë ngritur për çmimin e kësaj, për këtë. Keni dëgjuar ndonjëherë që ngrehet protest Italia për financim partish? Çfarë janë këto? Vjen keq. Koncept, nuk kanë konceptin, kjo është e keqe. Ta jo vetëm që nuk kanë konceptin, ta dhe nuk duan dëgjojnë ata. Ta ju për që me një vetë, generata zëtë, po, mirë, mrek, vazhdojnë. Zotë Merkoti, ju më dolet e ambasadorët edhe këto, po t'ju pyes në aspektin ndërkombëtar, Rama ishte në Turqi, ishte në Francë, në 2 herët në rresht para, aty sigur e pat ju dhe të gjithë të tjerët, edhe ishte pastaj në Bruksel u mbyllën kapituj, tani kujt i besohet Europës që thotë ju jeni mirë, ne mbyllëm kapituj, sheshit, qeverisë, opozitës, pra në aspektin ndërkombëtar, si e keni parë Ramën këto kohë, është më i fortë, më i dobët? Nuk kam thënë që Rama ndërkombëtarisht është i vdekur. Ju e pat në rresht parë, por nuk pat foton tjetër që isha në rresht fundit. Te ceremonia zyrtare e samitit ishte aty. Ceremonia zyrtare është me protokoll. Dhe Shqipëria e ka vendin aty. Nuk ka rëndësi se është Rama apo kushdo qoftë. Nëse pat ajo që quhet fotografi familjare, Rama nuk ishte me asnjë nga liderët e botës, asnjë nga ata, po ishte në fund fare vetëm atje. Dakor. Në momentin kur Rama tentoi të zbriste shkallën dhe e zbriti shkallën, në atë moment mori goditje se i thanë gjitur lart shpejt, se kërkoi të bëte një numër. Nuk pati asnjë lloj pritje në Turqi, në samit. Nuk dëgjot ju se kishte një pritje Rama, një pritje bëri me Erdogan që i dhurohej pistoletën edhe aty veshi kputucët se nuk shkoi me, nuk jam hajti me shku me atletën. Në Francë patjetër që ka Macronin. Europa hap kapitujt, po çdo shqiptar do t'i vit turp
që të mendoj që hapen ato kapitull sidomos për arsimin. Mbyllen më saktë. Që turp. Pra ne kemi një arsim të shkatërruar, një arsim të degeneruar që po edukon një brez në mënyrë më skandaloze të mundshme, dhe ti thunë ne kemi plotësuar Europë. Atëherë do ndodhi Europa, të gjitha kapitujt janë copa letre, nuk janë asgjë më tepër se sa copa letre. Ndodh njësoj siç ndodhi me NATO-n. Nëse ju kujtohet samitin e shkuar, Trumpi tha do rritet buxheti 5% dhe këtë vit tha gjë tjetër. Sepse gjatë këtij viti vendet e NATO-s arritën të mbushin ca letra. Pra bleshin helikopter për vetë ata e thoshin e blen për NATO-n. Blen për spitalin, blezi arfikse e blen për NATO-n. E kuptoj edhe letrat i mbushin në rregull ata. Dhe Trumpi të radhë tha, të gjithë kontratat do bëhen me kompanitë amerikane. Dakor? Pra, atë 5% do ta reklamosh tashmë, do ta deklarosh, jo më me copa letre. Se copa letra po sa dush është kjo. Dhe këtu në Shqipëri vetëm copa letra, se ne po të shohim copa letra, ne jemi vendi më mirë në botë, më i lullzuar. Këtu na vin turista, na vin këtu, se çfarë turista është vin këtu, pastaj është punë tjetër. Këtu vin turista, vin këta. Ne jemi vendi me begat, vendi që kemi këto, kemi atë në të kohë ku ne jemi për bukë gojë. Se kjo është realitet shqiptar. Ne kemi çmimet më të larta në botë, që kjo është realitet. Dhe shqiptarët po braktisin vendin, dhe kjo është realitet. Nuk kemi zhvillim as në industri, as në bujqësi, nuk prodhojmë asgjë, dhe euro ka rënë pikjat, është forcu legu dhe është forcu ekonomia. Duke do fusim euron tani, zyrtarisht. Po se ç'a ekonomie është bërë? Të më thoni ekonomi, mos. Ti të gjithë industri e ke pas, ti e ke shkatru. Ti e vendi që prodhon naftë, dhe naftën e kemë më të shtrejt nga gjithë. Pra ne duhesh këto pika në kërkesë, në protest. Dhe me këto pika bjera, nëse do ta hedhësh. Pra ne them, dhe në arenën ndërkombëtare, Rama, unë kam thënë, Rama ka mbështetje totale të Gabales dhe të Soros. Është fitë. Dhe Rama është caktuar portavoce e tyre në Europë. Ju mendoni se Rama nuk e dite që do bëhesh protesta? E dite me që ç'keme te. Pse? Sepse nga një anë i thoshe Trumpit, ti do bësh të, do t'jap të, bësh të. Nga ana tjetër, i tha Europës, hajde burë me bëjmë këtu. Loj me dy porta. Rama ti të shumë mirë. Edhe e ti shumë mirë. Edhe se ku të përfundoj e djej. Po ku? Edhe kur të mbyll. Ju e dini ku do përfundoj?